Dhe para se të flasim pak në këto minutën që kam bërë duke pritur Ilir Kullën, sepse po bëhet nami, po rrethohet Tirana në mënyrë të papar. Ledio, ky është momenti të bëjmë një xhiro tani urgjent, ikim Çilek plak. Çileku na njofton 20, 30 dhe në 40% ulje çmime shtëpa para, goditjet pa para deri në fund të këtij muaji, deri në 28 shkurt. Çileku miq është ju sistemoni njëre mirë kalamajt tuaj, duke filluar nga bebet, që sapo ka lindur, deri te të rinjt, deri te adoleshentët. Dhomat e gjumit vetëm te Çileku. Pse janë të certifikuara mobilit e Çilekut, certifikuara nga TUV. Mos fusi çdo lloj mobilje në shtëpi tuaja pa të certifikuara, sepse mund të helmoni kalamajt. Kujdes. Shumë e rëndësishme kjo që po ju them, mbani mend. Luleshtrydhja është logo e Çilekut. Fiksoni mirë. Nuk ju futem detaje, futuni shikoni Çilek.al, Çilek Albania, Instagramin, e gjeni ose në autostradë kilometri 12, të qendra tregtare Prestige Home, ose i gjeni përballë kompleksit Deliërgji. Dakor, ose në internet Çilek.al, ose Çilek Albania në Instagram. Por bebe, fëmijë, dhe të rinj, mbaroni punën atje, dhe të sigurt, safe, jeni safe, bravo Çilek. Uljet pa para dhe në fund muaj, ditoni. Dhe rikthehemi te fabula Ledio, kishte fjalën për doktorin, ja, Ledio do rikthej pra fabulën tani. Është e ide që në fakt nuk ndodhi asgjë, pra nuk ishte vdekje, nuk ishte të vrarë marsit. Gjë e mirë kjo. Gjithmonë bëhet moral kur ka kufoma ose kur ka sigurisht përplasje. Po e fillojnë nga Indriti. Pak minuta kemi në dispozicion në fakt. Indrit, e njëjta histori e vjetër apo jo? Erdhëm, pam, ikëm. Nuk do t'i prapa zgjedhje se llafet ishin hapur që sot do kishte surpriza e kështu. Në fakt Berisha në momentin e fundit, po më thoshte Flogerti që po shifte live, kur erdhëm para se fundit të emisionit, kishte hequr nuk e di se sa minuta e mbajti, ndërkohë që të gjithë ishin me maskën e gazit, me atë kundra gazi në fytyrë. Berisha, por u patë mundësi të kapë në atë imazhe, si që shumë vonë, dhe u futëm në emision, s'kishi mundësi të luani montazh, e hoqi për një moment atë, dhe u mendua për i qasë si kur doktori po martirizoi, pa po shkonte drejt martirizimit. Po bëje martir. Pastaj e la për protestën e radhës. Dhe pastaj një moment saktuar, u interesova për të ajo, dhe prapë ati mbaroi pastaj, kishin ikur ata. Si e shpjegonti këtë? Unë e shpjeg mua s'pari më vjen keq për këtë, se jam i vetmi këtu në tavolinë që kam qenë antar i PD-s dhe më vjen keq që një parti e madhe dhe serioze dikur, parti pushteti, ka rënë në nivelet për t'u tallur me të dhe për thënë që lideri martirizohet për votën e lirë. Jo, nuk është tallje tamam. Është një lloj tallje. Po sikur të ndodhte gjë vërtet, kujdes. Është 80 vjeç. Po secilit prej nesh mund të ndodhë diçka vërtet kudo. Nuk ka lidhje. Jo, po një sekondë, ajo është me dashje. Ai e dinte që atje po hidhesh gaz në sjellës. Gazi aty ka krijuar imunitet që nga 2019 nuk ja njeh më trupi si agent huaj. Kjo është pak cinike ta thuash. Nuk është cinike, kemi ngrënë gaz gjithë. Gjithë, po jo ai. Edhe ai ka. Edhe në 2011 vetëm Rama nuk hëngri, gjithë hëngri, vetëm Rama nuk hëngri. Po se bullalla. Herë nuk kanë kryetar. Tani ky është populizëm, edhe Berisha ka ngrënë gaz 2019 shumë. Në fakt ka ngrënë dhe ai se u doqi nga syt lehtë se mbaj më gjithë. E pas ka ngrënë një herë bre. Jo, disa herë, shumë si ka. Tani mua më vjen keq që përfundohet këtu. Pas një viti ka zgjedhje. Sapo ka reaguar, më fal që të fuze këtë ta kesh si element, ka reaguar vetë sultani i Shqipërisë. Cili sultani i Shqipërisë? Ramsi pra. Ka reaguar vetë dhe ka thënë, ka hedhur në X më duket, ka thënë kur mortja e shtyn qenërin tek dera e xhamisë. Erdhi Kulla. Ja, Kulla, një sekundë, sa të vësh mikrofonin, baruam. Një minutë. Kur mortja, shish fra më lefi ka Ramsi, që imagino është ka kaj shumë pushtet, vla, është ka që i fuqishëm, i ka të gjitha, nuk e rezikon asgjë, si që tha dhe vetë Indriti dhe shumë njerëz e thonë, dhe prap për çudi e madhe, në ka i buron kjo energji negative, i thot qenëri, po që ka qenëri? Fjala qenëri, vla, apo jo, Marcel? E ullet shumë. Jo, nuk është e ullet, ma është fjale bukur. Këllir, qenëri, fjale bukura këto. Po, kur i thot një njeri që është ka që pushtetshëm është pyetja. Se kur i them unë, është normale, kush jam unë?
Tani që është futur dhe qeni në mod, është e bukur kjo qeneria. E ka përdor qenerin dhe herë tjera. Ideja është kjo, ka dhe Rama Është pod mod qeni, militantët e tij. Fori atë mikrofonit për kullën o ti, Ledios, Ke erdi pasur kulla. edhe Rama do t'i kim përpara militantët e pastaj. tij, Po. të egër, dhe ka të dyja partit politike, kanë militantë të egër dhe të pakdhendur. Ka nevojë dhe Rama t'i mbaj militantët e tij me këtë lloj gjuhë. Dhe duhet të mbaj unitetin e rreshtave të partisë. Nuk besoj që Edi Rama ka urrëtie. Nuk ka urrëtie. Urrëtia i e di shumë mirë se si është skema dhe si është Pra, teatri. edhe ti më vazhdoni në dritë mendon akoma që sa herë që të ketë tilla gjëra, gjithmonë thua ti, kundërshtari duhet përdori këtë gjuhë për të mbajtur të vetët. Sigurisht. Po pse mo të vetët, fal, janë kaq naiv sa mund të lëkunden. Për çështjen e naivitetit. Si është puna? Ka nevojë militanti për ushqimin, nuk e di sa e njihni natyrën e militantit, por militantët kanë gjithmonë nevojë për ushqim, për polarizim dhe për konflikt. Si pura që duhet të jesh ato misrat. Ka patjetër, po është e vërtetë. Ka nevojë patjetër për këtë lloj. Çfarë të merri mor? Dhe duke qenë kështu, sigurisht që dhe Partia Socialiste do t'i mbajë militantët e saj të rreshtuar dhe në konflikt. Të kemi parasysh diçka. Këto janë parti dhe njerëz të cilat nuk legjitimohen shumë nëpërmjet punës. Legjitimohen duke i mbajtur njerëzit në urrëtie. Pra këtu e kanë masën më të lartë të legitimitetit tyre, t'i mbajmë tjerët në konflikt dhe në urrëtie. Nuk e kanë tek puna. Ku e ka Edi Rama legitimitetin tek puna? Vetëm tek demonizimi dhe damkosi e opozitës, e cila ndihmon që ta damkos dhe tek kjo gjua. Çfarë legitimiteti tjetër ka? Ndërkohë që ne do ikim një pauzë vogël, ndërkohë që kullës sapo ka mbritur nga San Marino, do i vihet mikrofoni me çunat, nuk e di për kullën, se kulla zakonisht është i angazhuar dhe nuk para ri pas emisioneve, ikën direkt. Po gjithsesi do takohemi mbrapa, unë do ri 20 minuta me kullën, do flasim për Iranin dhe do takohemi direkt te kafja e MSN-s, Seb mos na haro porosit, lutem. Sot jemi për ngrënie fatale, miq. Sot jemi për ngrënie fatale, mos më pyesni pse. Jam gjithë ditën pa ngrënë. Seb të lutem, Edhe ne që kishim ngrënë, gjëra pa yndyrë, Kecin. të lutem. Dakor Seb? mish, stealth. Pul.